Familja e veprimtarit të ndjer Hakim Eri ka reaguar ashpër ndaj zhvillimeve të fundit në lidhjen demokratike të Kosovës, duke akuzuar udhëheqjen aktuale për përhapje të propagandës, gjulinçimi dhe dhunë politike. Në reagim thuhet se në LDK kush mendon ndryshe përjashtohet, duke përmendur rastin e deputetit Armen Zemaj që sipas tyre ka thyer dhe goditur fizikisht një qytetar. Familja Imeri akuzon kryetarin Lumir Abdixhiku për frymdhune dhe për afrime PDK-n, duke thënë se rruga e re është në të vërtetë rruga e vjetër e Shikut. Ata theksojnë se LDK-ja po e humbi identitetin rrugovian dhe po shndërrohet në patericë politike të PDK-s. Të dashur miq, sot në LDK sundon propaganda, fodullëku dhe gjua e linçimit, kush flet ndryshe shpallet armik, kush mendon ndryshe përjashtohet. Dëshmia më e mirë është rasti i deputetit të LDK-s Armen Zemaj, i cili të shan në nënë e në grua dhe të godet në rrugë. Kjo është rruga e re, platforma e re e komunikimit dhe veprimit. Organet e rendit duhet të kujdesen për lirinë dhe sigurinë e qytetarëve, sepse ajo po rrezikohet nga politikan të opozitës. Është e vështirë të gjendet ndonjë rast tjetër kur një deputet të shahet të godas dikë vetëm se po i thua se po gënjen. Ku shruan parimet rrugoviane, sot sulmohet publikisht. Kështu po ringjallet një LDK pa rrugovën, një rrugë e re me shpirt të PDK-s. Në Peje në Prishtinë bëjnë koalicion me PDK-n, ndërsa në Vushtrri ku Xhafer Tahiri bashkëpunon me LVV-n, shpallet tradhtar. Pra, rruga e re është e lirë për PDK-n, por e bllokuar për të vërtetën dhe drejtësinë.